Subi, ky është natyrisht opinioni yt, një opinion komplet personal, i nxjerr nga uji i kënetës në cilin t'i shuan etjen, se kjo është shumë e qartë, por gjithsesi është opinioni yt. Ama ka një gjë, Subi, populli është më i mençur se unë dhe se ti. Populli di vetë se çfarë gjykon, si gjykon dhe si vendos. Dhe siç mund ta shohësh nga të gjitha sondazhet, Subi, shumica e popullit mendon ndryshe nga ti dhe mendon shumë ndryshe nga këneta ku për fat keq ti ushqehesh politikisht. Më kupton? Dhe është vërtet, si ta them, është vërtet e ullët që një goxha burr, se të shoh në fotografi, tash nuk e di, mund të jesh dhe një profil falso, po unë i marr të qenë ato se nuk ka rëndësi, shqiptarë janë gjithë ata që shkruajnë. Një goxha burr të përdor gjithë to fjalë të rënda, në ndërkohë që ky është vendi yt, Subi. Më kupton? Që ti do që ta bësh më të mirë. Kjo është fisnike. Që ti do që dikush tjetër ta qeverisë, kjo është absolutisht legjitime. Por ky është vendi yt. Nëse ky do të ishte një vend kështu siç thua ti, si do zbarkonte këtu gjithë Europa në datën 16 maj, komplet gjithë Europa. Mendoj, mos u mburr aq shumë mor burr. Ti e din shumë mirë bota çfarë urash madhështore ka Avdi Reçmati. Me siguri duhet ta kesh për një postim të urës së Kuksit, po nuk di ku është mburrja, sepse Mahamandi aty është thjesht shkruar ura e madhe e Kuksit. Ku është mburrja? Po e di pse duket mburrja aty, se është shumë e bukur e ura. Dhe duket sikur kur shef urën, ndjehesh si përpara dikujt që mburret, po s'kam asnjë mburrje. Krenar po. Jam krenar që kemi bërë vepra dhe kemi bërë punë aq të mëdha dhe aq të mira, saqë sot Shqipëria e ka prodhimin e përgjithshëm kombëtar, siç e shef, 2 herë e gjysmë më të lartë se sa që kishte. Pra kishte një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro, gjithë vlera e krijuar në këtë vend ishte më pak se 10 miliard euro, dhe sot e ka 25 miliard euro. Dhe projeksioni për Shqipërinë 2030 është 35 miliard euro. Ky është fakt, nuk është opinion. Kjo është Shqipëria sot, krahasimisht me Shqipërinë kur ne morëm detyrën. Dhe këto nuk janë as llafe, as 3D, as fushata, as mitingje. Këto janë të vërteta, shumë kokëforta të transformimit ekonomik të këtij vendi.